Mirë mëngjesi goca, mirë se keni ardhur në një tjetër video këtu te kanali im në YouTube. Atëre, na falni për pamjen, por kështu jemi për momentin. S'ka gjë dhe këto gjëra duhet tregohen. Apo jo, si mendoni ju? Apo dalim gjithmonë të kuruara, do me thënë të veshura mirë, të krehura mirë e të tjera. Edhe ashtu nuk besoj se dalim dot gjatë gjithë kohës, sepse edhe ne jemi njerëz, nuk jemi robota. Kam vendosur këto, sepse ndarket natën unë nuk i mbaj dot, edhe thash do i mbaj tani një 2-3 orë, edhe i heq pastaj, kështu që natën nuk kam pse t'i vendos. Tani sa po kam vendosur edhe Zoi në gjumë, Zoi sot është zgjuar shumë herët, 4:30 mëngjesi, diçka e tillë. Edhe pastaj në orën 7 e vura në gjumë prap, dhe është çu në orën 9, po në orën 9, jo, 9. Nga ora 7 deri në orën 9, diçka e tillë. 7:10 kështu, edhe tani e zuri gjumi sërish që është ora 11:01. Uroj që të fleri, unë matan nga dhoma e gjumit i bëra punët, thjesht kam për të marrë plurat, edhe i fillova atje për arsye se thash okay, do fleri Zoi edhe të jetë e pastër këtu. Tani do filloj do bëj punët tu tek 2 dhomat këtu edhe te kuzhina më vonë. Uroj që Zoi mos të zgjohet. Sot ne nuk dalim, sepse jemi në shtëpi, do merremi me punët e shtëpisë, edhe në fakt e ka dhënë për shi, edhe pse nuk po bie shi, nejse, tem tjetër kjo, edhe se u lodha duke e mbajtur ashtu. Tani do çojmë do bëj punët, nuk e di se çfarë gjëje interesante mund të bëjmë sot goca, se do rrim në shtëpi. Do gatuaj për drek, do bëj karkaleca me pak makarona, por më shumë do fus karkaleca se ne atë duam të ham karkalecat. Makaronat, okay, ti bëjmë thjesht kështu sa për të dukur edhe pak më lezetshëm ose nejse. Edhe do shikoj, do t'i filmoj, besoj do ua tregoj edhe juve se si i bëj unë në atë mënyrën time super të thjesht. Edhe kështu. Kam për të bërë dhe një dush pastaj, nuk e di, po mendoja që të bëj pak to me thonjt, po nuk e di nëse doja dal dot, të bëj njërë punët unë, unë thonj nuk kam, i kam prerë, por thash që të bëj pak me manikyr gel, me qenë se kemi dhe këtë sezonin e festave, të bëj pak a shumë me ngjyrat e festave, diçka e tillë, nuk e di, të shoh njërë sa do m'dalë koha. Edhe do a tregoj dhe juve se si i bëj unë thonjt me manikyr gel, nëse i bëj gjithmonë sot. Tani unë do vazhdoj do bëj punët këtu, nuk po e filmoj procesin e bërjes së punëve, se gjithmonë siç bëhen punët. Dhe se nuk dua që dal tu her pas here të bëj punët. Edhe pastaj në fund fare do bëj kuzhinën, por kuzhinën mbasi të bëj edhe drekën, kam për të larë pak edhe frigoriferin sot, edhe të shikoj, kështu njerëz. E diela është për mua, e diela jo se ditët e tjera nuk i bëj punët, por të dielen i bëj akoma dhe më mirë, edhe pse shumica këtu në Gjermani, do me thënë e kanë të dielen ditë pushimi, sepse nuk lejohet që të vendosësh fshesën e korrentit, e këto të bësh zhurma. Mua nuk më ka thënë gjë njëri deri tani, nuk e di. Edhe pse poshtë të komshiu im vetëm një burrë është, një burrë jeton me çunin e tij, ata çunin as e kam parë fare. Nejse, nuk është se më ka thënë gjë njëri, unë kam bërë gjithmonë punë të dielave. Qa zhurme do bësh një herë, thjesht do vendosësh atë fshesën, okay, nuk e di, ndoshta nuk dëgjohet poshtë, gjithsesi, përderisa s'm ka thënë gjë deri tani, unë i bëj të dielave. Me qenë se kam edhe i lirin pushim më shumë të dielave, edhe kur më duhet që të mbaj Zoin e man ai edhe unë bëj punët, kështu që është më mirë. Tani ika se
shumë po flas. Dhe do shifemi sërish. Kandat super të shishme. Do që ka që ka hapi? Është ora 5 e një qerek edhe akoma nuk kam mbaruar me punët njerëz. Nuk e di. Krevatin këtu e kam pak rëmoj pasi kam ndruar çarçafet edhe akoma nuk i kam vënë klefin e krevatit. Për arsye se kam bërë edhe punë të tjera, jo filloj një punë. Tani jam këtu, do pastroj pak këtë. Që quhet? Tavolinën këtu, të marr pak pluhurat, edhe po ju tregoj ç'a bëm. Ato makaronat dolën shumë të mira, që i bëra me kërkaleca. Besoj se e pat atë mënyrën se si i bëj una. Edhe më dolën super, madje më të mira se ç'a kam ç'a ha në këto restorantet, për zotin. Nuk e di domethënë. Tjetër, bëra makaronat, pastaj normalisht u mora me guzhinën, edhe nuk e kam mbaruar guzhinën, thjesht kam fshirë, kam lar poshtë, pastaj kam për të lar pak frigoriferin, edhe pjesën e bufes. Hëngrën buk, zoj, herë qohu, herë në gjumë, kështu që duhet merresha edhe me ata. Edhe tani kam vënë dhe një lavatrice.
Edhe tani po marr këto plurat këtej, ti kem të marra pasi si djetë Zoj, mund të fleri gjumë, jo mund të fleri, po do fleri gjumë më vonë edhe më vonë ndark. Tani është rësu këtu, po e kam fjallën më vonë kur tjetë Zoj në gjumë, do marr plurat nga dhoma e ndenjes edhe që ka ndej vërdall. Pastaj për dark s'kemi bërë gjë akoma, nuk e di fare. Nuk e di fare që do ham. Kam për të bërë dhe dush. Edhe kam për të bërë dhe dush edhe duhet ta bëj tani përpara se Zoj të fleri gjumë, se nuk dua që t'i bëj zhurëm këtu te dhoma. Por këtu është banjo jon, prandaj edhe dëgjohet shumë këtu. Se këtej muret e dini mos i janë, dëgjohet shumë nga njëri tjetri, aty dëgjohen. Kështu është e diela, me punë më njerëz. Po, paktën të dielën kam i lirin që manë Zojin edhe unë bëj këto punët kështu. Marrim pak plurat këtu. Edhe sa të marr plurat, do bëj një dush. Banjon kam për ta larë, por banjon besoj se mas dushit direkte do ta laj. Edhe kështu. Nuk e di domethënë, fshisa të duash këto plurat këtu në Gjermani, por nuk e di nga dalin gjithë këto plura o njerëz, ju vuani nga plurat këtej, flas për ju që jeni, se edhe mami im që është në Francë edhe atje ka shumë plura, se di pse, por krijohen shumë plura. Unë po i fshi me këto, në fakt këta unë e kam marrë për televizorin, por që nuk më pëlqen fare, edhe që mos ta hedh, me qenë se është letër pak e lagur, okay, po fshi këto plurat edhe nuk e blej me. Është si letra fix që fshin syzet. Është si këto letra që fshin syzet. Jam duke pastruar këtë xhamin e këtij, që quhet dollapit këtu, se kam me xham, edhe po shikoj këtu gishtat e Zojit, duart e Zojit në qes që e merr Ilirin krevat dhe kjo ka qef që të preki këtu që të shikoj. Edhe nuk e di, u bëra kështu çik tani. Bëra çik melankolike me thënë drejtën, se do na mungojnë këto gjëra kur të rritet edhe nuk e di si më duket tani që po i fshi. Nuk, sinqerisht domethënë janë vërtet që ke çik mundim, çik lodhje, por që do na mungojnë shumë këto kohë. Goca. Ajo ndodh edhe juve që keni shumë gjëra për të bërë akoma nga punët që kanë ngelur, por nuk bëni gjë. Nuk keni më vullnet ose ku dion dëshira apo ku dion për të bërë. Kam për të palosur të rrobat edhe nuk kam fare, nuk preva fare komplet, por duhet t'i palos. Për t'u larë nuk jam larë akoma. Thash edhe frigoriferin, kur do t'i mbaroj të gjitha. Thojnë nuk i bëra dot sot.
thonjt nuk I bëra dot sot. Edhe s'besoj se do mundem t'i bëj dot sot, nuk e di, shoh. Po si bëra sot, kismet nese pastaj, s'kam qa t'bëj. Tani duhet qojmë. Duhet qojmë të vazhdoj me punët, sa rëzoj në gjumë. Nuk kam pushu gjithë ditën nuk kam pushu, nuk e di, domethënë se pse sa mirë e kam burrat. Burrat e kanë shumë mirë. Goca, unë vendosa të bëj thonjt, sa po bëra një dush edhe nuk e thava flokun, nuk doja të bëja zhurëm atje për Zojën, dhe thash, okej, ora është 10, por unë do t'i bëj thonjt sot. Këtu kemi ngjyrat, kam shumë ngjyra që I kam marrë në TikTok Shop, do t'i bëj kështu manikyr gel, unë nuk kam thonjt fare, po sa për t'i dhënë pak ngjyrë. Dhe do gjej një ngjyrë festash. Ka këtu dhe me xixa, nuk e di, po s'është se m'pëlqejnë shumë, shikoni pak. Kam dhe një tjetër këtu. Kjo m'pëlqen shumë kjo e kuqja këtu, do ta shoh një herë. Edhe këto më pëlqen dhe kam akoma. Kam edhe këtu që I kam pas marrë me bashkëpunim me Temon. Të shohim një mua, më pëlqen, do me thënë që më duket se di që ngjyra është kjo. Pres një herë. Kjo që nga vetë xixa, si Leila. Të shoh. Është kjo ngjyra kështu. Është edhe kjo e kuqja. Është edhe kjo e kuqja që të shoh. Është edhe kjo. Të shikoj. Unë nuk jam eksperte, por do mundohem t'i bëjmë, paktën për t'i dhënë pak ngjyrë. Duhet heq që këto kulikulat, si quhen to. A do mundem t'i heq dot? Nuk e di, të shikojmë. Këtu kemi ato që na duken të tjerat. Unë nuk jam në një tavolinë, këtu s'kam tavolinë për këtë, se edhe prizën e kam pak këtu larg. Po I bëj këtu në tokë. S'ka gjë. Mjafton të bëjmë. Tani, ku e kam këta? Vazhdojmë, presim, heqim pak këto kulikulat, edhe pse unë nuk është se pas kam shumë, me thënë drejtën. Të shoh. E hapim pak që duket më bukur. Kur t'ike në Shqipëri nuk e di do t'i bëj apo jo atje, me thënë drejtën. Për ditëlindjen e Zoit. Edhe du edhe s'du, jam kështu. Se e di që do t'i heq prap. Direkte. Po që të dukesh bukur normalisht edhe duhet t'i bësh. Që duken bukur gishtat. Ose t'i bëj kështu, manikyr gjel edhe atje. Mos t'i kem kështu me tipsa. Po vazhdoj të heq pak këto kulikulat unë edhe do ju lajmëroj për procesin e ardhshëm.
do vendosim bazën. I gryva pak nga lart me këtë, sepse që të mbaj më mirë duhet që t'i bësh me këtë, që quhet kjo, me këtë gjën. Tani do vendosim bazën, edhe unë me shumë mundësi do t'i bëj një nga një, sepse kam halë se do më qohet zoj edhe më duhet të shkoj andej të paktën dhe po u prishet një thua edhe vije rregulloj prap, ndërsa ashtu i bie që të më prishen komplet. Se sa të thahet kjo do i qiko. Baza s'ka gjë, se baza thahet kollaja. Se di ta lyej dhe dorën tjetër? Jo, s'po e lyej njëherë. Po e la vetëm me këtë, ndezim tani. Do baroj herë dorën e majt. E vendosim 60 sekonda. Marojmë dorën e majt njëherë. Unë zgjodha këtë ngjyrën, që është si në Leila, nuk duket bukur, nuk duket mirë, domethënë ndoshta nga drita. Kam lyer vetëm gishtin e vogël, prisni. Ti lyej edhe t'ua tregoj. Edhe kjo me xixa në fakt më mirë, se nuk duket edhe, nuk kuptohet nëse nuk e lyen mirë. Kështu që vazhdojmë me këtë me xixa. E lasha të kuqen sepse ndoshta më mërzitet edhe i bëj me të kuqen pastaj. Për Krishtlindje për shembull. Të shoh. I lyejmë herë me këtë. I mushim me xixa. Unë po i lyej gjitha, thash do t'i bëj një nga një, por unë po i lyej të gjitha. Nuk duket aq keq, edhe pse e thojnë të shkurtër. Mendoj unë tani, nuk e di. Ja, ku e kemi këtu. Marr edhe pak. Këta dy thojnë të mëdhenj do t'i lë, sepse këta nuk thahen mirë edhe do i lë në fund. Bëjmë vetëm këto. Okej. Ta shoh mirë në dritë. Hajt mo. Ja, goca. Nesër, besoj do duket më mirë, tek vlog masi i nesër. Tani t'i fusim këtu, edhe t'i thajmë mirë. Një ca minuta të mira këtu. Tani do vendosim këta goca që vendoset në fund, top coat, të këto 4 gishta akoma. Edhe do e mbaj të thahet akoma me këtë, kjo është si shkëlqyes. Edhe si që e lë, do me thënë mos lëvizi, thorë, jo. Më i ti, që mos të lëvizi manikyri, ose të ngjitet më mirë. E lyej me këta. Pastaj mbasi të mbaroj këto 4 gishta, do bëj 4 gishtat e dorës tjetër dhe në fund 2 gishtat e mëdhenj. Tani t'i thajmë edhe këto. Okej, këtu duken shumë bukur. Te kjo drita këtu do a tregoj në fund me dritë. Goca, jemi tani në këtë gjendje. Do t'i lyej këto dorën tjetër me këtë të fundit, sepse e mbarova. Po i vesh shkëlqyesin.
Dhe pastaj kam vetëm 2 thonjë të mdhenj. Isha njërë nga Zoji se u qu njëra jo edhe më ndërpreu, tani uroj që mos më ndërpresi. Do i thajmë sërish. Ka puna. Kam dalë lezetshëm. I mbarova. Hajt ma.